Tharë nuk ka pas vendime. Gjetët e para, ku janë kualet e kur eftohet 50%, e kemi pas njerëz që janë kondenuar në tëllë të kësë që kanë parë të votë me atë postë. Këta e din. Qashtu nuk e din për veç që di. Okej. Pra ka pas vendime që kanë vjedhë. Edhe dyta kemi këta vetë në për grupe WhatsApp e pranojnë. Interesant është për shembull djalja Agim Qekut, Sali Qekut, kryeministri Sali Qekut. Kosova në pak vota kurse vetëm pi Gjermanisë, vetëm një ran, jo nga Finlanda, jo nga Norvegjia, jo nga, si më thonë, nga Zvicra, ku e ka pas votimet. Vetëm nga Norvegjia, ku kanë pas mundësi mi marrë to, ka marrë më shumë të vota. Dhe vetëm ai. Si është mundur që unë baba mami votoj. Vllavi voton. Na tani kemi një lloj mendimi ndryshme për komë votja votën. Si është mundshme ka shqiptarët e dykës pas njëjtë mendim, edhe vetëm për Gjermanisë për japim se ti votat. Ore, sinqerisht për bën hajgara mua, a çfarë si verb dia se tash, atë për me kontestin që su zgjedhë për ta pedim çto. Nuk është që s'pedi, e dim. Problemi që u thonë edhe haptas në troshë në televizion. S'ka verdikt. Profesor edhe Visar, çdo mos vazhdojmë edhe një çështje se përmendje. DDK-ja e di që s'ka me mujt tash me vjedhë, ka më vështirë. Tash i ka kërcit panika, sepse tash e di që nuk mund me bëj njëta gjellë si përpara, se dyra hëngrën. Lëvizjet e ndose, ka hëngrë 2 herë, cila ka kushtuar me vota. Tash e ka kohë panika, edhe qëto narrative, qëto idiotizme, blokada që kanë bua, idiotike që vetë e pranun tash, me në fund dje, e pranun, kam i kushtu këtëve. Profesor edhe Visar, kam një çështje për fund.